besoj që referohesh rastet që janë më të shpeshta se sa një dhimbje koke për shembull e rastësishme një herë në disa kohë. Pra nëse dikush ka dhimbje koke që fillon të bëhet e vazhdueshme, nuk duhet vetëm ta trajtojë me ato medikamente që ne jemi mësuar t'i marrim në mënyrë të shpejtë dhe ndoshta kemi edhe një përmirësim të lehtë të gjendjes e ta lëmë aq. Duhet vizituar, kontrolluar për parë në logjikën që organizmi ka dhënë një sinjal. Pra, unë kam dhimbje koke që se kam pas më parë. Kjo e ka një arsye. Po gjithë marifeti është gjithë shkakun, se ti vetëm e lufton. Ajo ikën në një moment dhe ti mendon po ikën, po e ke njerë 2 ditë, njerë 3 ditë, njerë një javë, 3 herë në muaj, e ke atë, sepse ka kriza hipertensive, piki, themine që demonstron që ke një vazokonstriksion, që ke... Banat vogla alarmi që... Janë sinjale alarmi. Ose një dhimbje gjoksi. Një dhimbje gjoksi, kur ti bën një sforcë fizike, kur bën shkallët, kur ecën pak më shpejt, do të thotë që enët e gjakut të zemrës kanë probleme, kanë stenoza e ngushtuar. Ajo që po t'jep sinjal, do të çojë në infart, po s'vajtë ta trajtosh. Po s'vajtë ta diagnostikosh dhe ta trajtosh në fundit. Kështu që kujdesi duhet jetë maksimal. Po stili jetesës, doktoresha, sepse ju e përmendët pak edhe të rinj sot. Kemi një stil jetese ku pihet ndoshta alkool shumë, pihet duhan shumë, dhe që këto pastaj sjellin më vonë edhe pasoja të caktuara në shëndet, mbase pak pasoja më afatgjata, por që gjithsesi aty fillon gjithçka, Sa ka të bëjë stili jetesës që sidomos të rinj sot kanë në të përditshmën e tyre? Patjetër stili jetesës ka të ndikon shumë në shfaqjen e maligniteteve. Sipas statistikave, është parë që gjenetika mund të ndikojë 5-10%. Pastaj 90% të shfaqjes maligniteteve kanë rëndësi shumë të madhe mënyra dhe faktorët e jetesës. Natyrisht mënyra e ushqimeve, të ushqyerit, që janë ushqimet e procesuara, ndikojnë mjaft duke na shkaktuar dëmtime në mikrobiomën e zorës, që më vonë mund të... Këto sëmundje për shembull kanë qenë më përpara kur ne pretendojmë që kemi patur ushqime më bio, më të shëndetshme, tjera si këto. Me thënë, po shikohet që së fundmi, pak me sa shikoj dhe në vendin tonë, kemi statistika dhe kemi edhe mënyrat e parandalimit dhe fushatat që bëjnë parandalimin janë më të mëdha, dhe kjo ka sjellë dhe në depistim dhe në shfaqjen më shumë të rasteve dhe po shikojmë që ka dhe më shumë raste të shtuara. Nga ndërgjegjësimi ka sjellë parë një rasteve të reja. Por që natyrisht ndikon shumë edhe duhani, sidomos duhani në kancerin e pulmonit është rreth 70-80% shkaku kryesor. Fillon që në moshat e reja. Pirja e duhanit, do të thënë është faktor kryesor pirja e duhanit. Dhe gjitha këto që tham ndikojnë jashtë mase edhe në shfaqjen e kancerit kolorektal të zorës së trashë, në nivel global te të rinjt është numri 1 i kancerit. Numri 1 në nivel global. Tek të rinjt, moshat e rinjt, cilat mosha keni parë? 9-50. 9-50 është numri i parë gjithashtu ka të bëjë edhe prisja, siç e thashë, mikrobiomës së zorës, edhe përdorimi i tepërt të antibiotikëve që kemi. Edhe kjo është për të shkakton, nuk po them që shkakton direkt malignitet, por prish mikrobiomën e zorës, dhe duke prish mikrobiomën e zorës atëherë ndoshta. Pra mund të sjellë doktore përdorimi i pavënd i antibiotikëve dhe këto pasoja me sa duket. Po patjetër, rezistenca. Sa ka që e shohin si antibiotikëve me atë ka të bëjë. Atëherë, problemi është gjithmonë që ne fillojmë jetën që jemi steril fëmijët. Do ndeshen me viruset, me gjitha sëmundjet e fëminisë, deri pastaj edhe tek mikrobet që janë në jetën tonë, që nga aparati respirator, kardiovaskular, gastrointestinal, sidomos tek fëmijët. Dhe kush është problemi? Është dhe tek ne mjekët, sa e orientojmë dhe si e këshillojmë, po dhe sidomos tek prindi. Edhe tek prindi varet si e përballojnë, se më shumë vuajnë prindi se sa fëmia. Fëmia nuk flet dot në atë moshë. Dhe për të qenë sa më i sigurt dhe duket sikur ti e mbron, po i dhe edhe të fundit, i ke bërë të kundërtën asaj që duhet bërë. Ne themi gjithmonë që nga fëmia fillon, 2 ditë, 3 ditë fëmia me temperaturë nuk ka nevojë për asnjë gjë. Veç biles shumë herë ka diarre, po le të bëj disa skarika diarroike, se do të eliminoj edhe toksinat qofse e kanë shkaktuar një gastroenterit. Hidratoje. Antibiotikët fillojnë nga klasa e parë, nga penicillinat. Mos shko te generacioni i tretë i antibiotikëve, se është njësoj si të qellosh mizën me raket. Është sigurt do ta vrasësh.
Po pastaj se vret do të më me pushke dhe me pistolet, si mund të thuash. Kështu që kjo shkakton rezistencë. Ti sa herë të kesh infekcion, duhet marrësh nga gjenerata e tretë e lartë, do të presësh dalin. Marrin në këshillën e mjekut, madhëmendja dhe këto. Apo ju thoni për raste që bëhet me jo gjithmonë. Së pari një herë duhet të ndahet që një infekcion ka të bëjë me a është mikrobik apo jo. Po nuk që mikrobik, nuk ka sens. Viruset nuk pësojnë asë gjë nga antibiotikët. Ju kujtohet Covidi. Na 2-3 antibiotike endovena, për çfarë? Për çfarë e bën mushkrinë, e nxorën jashtë përdorimit, apo antiviralet nga 16 tableta, kur doli ajo protokolli famoz, 16 antiviral, po 16 doza, janë bërë 16 doza, ti marrësh një hershi, ajo më qia... Me përmënde, doktor, Covidin, nga smundjet respiratore kronike, sa vuajnë shqiptarët? Respiratorët janë të 4-5, të vëndi 4-5, që kanë të bëjnë me viruset dhe me mikrobet, dhe me protozoar, dhe me mykoza, dhe me gjitha, se gjitha e shkaktojnë një gjë në organizmin tonë. Çdo gjë që hynë nëpërmjet ajrit në mushkëri do të shkojë. Do të që nga hipofaringu, që nga rrugët e sipërme të frymarrjes, të bronket dhe të brez tek pulmonet. Kështu që është duhani numër 1 i problemit? Janë shumë faktorë. Duhani është një nga faktorët dëmtues patjetër. Duhani në mos gaboj, sa herë që ti e thith, prodhon mbi 400 substanca në djegje. Sikur 10% e atyre të jenë të dëmshme, janë 20 faktorë që ti je fut organizmit tënd. Për mos thënë që janë më shumë, po marrim të. Plus, siç e thash, janë sëmundje të mirëqenies, sepse jetojmë në metropole tani, ku ajri është ai që është, ku jeta sedentare është kulmi. Tani në verë që i shef gjendjet lipotimike nga të nxehtit, nga dielli, i shef më shumë tek, jo vetëm tek moshat e treta, por tek persona të rinj, obez. Dhjami nuk mban ujë, pra i ka marrë vendin musklit, raporti ka ndryshuar. Sasia e ujit tek personi me dhjam është shumë e ullët se sa tek personi normal. Dhe sigurisht me një temperaturë të lartë dehidratohet shumë më kollaj. Veç faktit që të ikën dhe dëshira me kalimin e moshës për të pirë ujë, por nevojat e organizmit janë njësoj, pavarësisht ti ke etje apo s'ke etje, duhet ta marrësh atë sasi lëngjesh. Dhe po se more, mundet organizmi ta prodhojë, pra e sforcon. Dhe në moment se prodhon më bie si mekanizëm kompensator, bie presioni, ti humbet ndjenjat, pastaj kur humbet ndjenjat, bie dhe si bie pson dhe traumë. Harrojmë shpesh të hidratohemi, doktor. Këto janë po. Ajo është gjithmonë sidomos tek fëmijët, se fëmia nuk kërkon. Një vjeç s'di të kërkojë ujë. Por është organizmi që ka 75-80% ujë. Dhe ti po nuk ja dhe. Sigurisht dehidratohet më kollaj, se dhe mekanizmat nuk janë pjekur, se s'janë formuar akoma. Në moshat e treta, metabolizmi ngadalësohet tek gjithë secili tek ne. Mekanizmat kompensator janë shumë të ngadalshëm. Po dhe në moshat e treta të ikën dëshira për të pirë. Pra s'ndjen dëshirën për të pirë. Po nevojat fiziologjike duhet zvendësohen me patjetër dhe për këto kush do kujdese se fëmia nuk të flet. Tek moshat e treta ke shumë sëmundje neurodegenerative që aty ka raste të flasë. Nuk janë, po, nuk kërkon. Po i bëre këshill pastaj. Po kujtohem që e kam gotën për hidratuar. Po megjithatë, doktor Isha, sa ka të bëjë edhe dua të them sëmundjet genetike. Ndoshta edhe në rastet e fushës ku ju operoni. Sa duhet për shembull dikush që ndoshta ka patur një të afërm të veç, ka kaluar një betejë me kanceri, me tumor apo gjëra të kësaj natyre, të ketë një kujdes shumë më të shtuar për të bërë kontrolle më të shpeshta. Pra, ka rrezik apo duhet ketë kontroll më të shtuar se dikush tjetër që ndoshta nuk ka në, le të themi, tek familjarët e tij që mund të jenë përballur me këto lloj sëmundje? Patjetër që ka rëndësi dhe gjenetika dhe luan rol mjaft të rëndësishëm, po jo në të gjitha rastet që shfaqet pacienti që ka malignitet, është gjenetika. Jo, natyrisht, patjetër. Po, kanë disa faktorë, dhe sidomos u dua të përmend kancerin e gjirit, i cili është vërtet ka lidhje shumë me gjenetikën. Ka lidhje me gjenetikën. Patjetër që ka lidhje me gjenetikën dhe tek pacientet që na shfaqen, tek pacientet femra që janë që kanë lidhje me gjenetikën, e pyesim duhet gjithmonë të kenë disa kritere dhe po përmend 2-3 kritere kryesore, sidomos nëse këto femra që na paraqiten kanë në familjen e tyre 2 familjarë të gradës së parë që kanë pasur kancer gjiri në moshë të re. Ose kanë familjarë të gradës së parë që ka pasur dhe kancer gjiri dhe kancer ovari apo të vezores. Ta persona duhet të tregojnë ekstra kujdes. Duhet të tregojnë ekstra kujdes dhe kemi protokolle të caktuara që futen për të kapur sëmundjen në fazat fillestare nëse ajo është paraqeshur. Fatmirësisht tek tetori roz
ka një përqindje nga kontrolët rutinë që bënd, ka një përqindje që dalin pozitiv. Pra, edhe ajo fushat, pra jep rezultat. Duhet të mbrit tek çdo femër që ta bëj atë kontroll, pak të njerë në vit. Sepse ka një përqindje që e jep pozitivitetin. Pra ti s'ke asnjë gjë, vetëm se vajte bëri një kontroll, u kap që në fazën fillestare.